shqiptar, a jena shqiptar! Na jena diaspor, na jena full shit show. Mirë mama, ju përshëndesim nga show Fol Shqip. Nga mosha 19 vjeçare jam marrë në Zhenevë të Zvicrës dhe kam vazhdu si profesion të jam frizere. A është vështirë për një femër për të organizuar një biznes të tillë, pra në Zvicër? Kam edhe fëmijë, domethënë kam 3 fëmijë, i kemi 3 fëmijë. Edhe po mos të Mira kisha tha edhe i kemi se përshtypjen të e kisha thonë veç i kam dyqysh Jo. vjen këtë mundimi që e ka po pashtu. i kemi 3 fëmijë. Këto diploma që pishojmë që të unë fotografinë, na shtë më kthia. Mundesh më na tregu pak se çfarë diploma dhe certifikate janë këto? Po, Femrat harxojnë shumë parë për flok. harxojnë fare për to. A paguajnë vetë, a paguajnë shacet? Kush është frizerka më mirë në Zvicër? Më mirë Zvicër, Shqiptare po flas. shqiptar Ajkunja. Punën E, më nuk mirë ti besaj ajo. që alshaj rrugën asaj. Nuk besaj që alshaj. Sa ndeshje i ke gjithsej 21 ndeshje. 21 ndeshje. Sa i ke? Gjitha fitore. Të gjitha i ke fitur. Kom posa dhe më ka radhë një ballafaqim një serb, Okej. E shkoqe? e shkuaqja mirë. Rundin e parë. Rundin e parë. Ja bën e fytyrën spageti, ja Po, po. spageti. Spageti. Ata kanë fituar në e kanë bërë kampionatin evropian në Ferrara, Itali. Në Ferrara Itali. Itali. Kjo është më e rëndësishme nga titulli botëror në Austria. Shika shqiptari i pëlqej shumë bokseri. Tashi me gjitha këto çmime Argjana, ja ka vlerë që i rraf me gjithë ta njerëz, a ka në fitim pruri ky lloj sporti, a ja vlen më u thy hund me njerëzit aty realisht tashi përveç pasionit duhet më pas edhe i far s'është. Më thon drejtën për më plotësu ëndrat ja vlen. Fol Shqip. Çdo të shtunë, duke filluar nga ora 20 në Radio Televizionin 21.